Në trotuarin pranë lulishtes kryesore të qytetit të Lushnjës është vendosur një tabelë veçantë që fton qytetarët të kontribuojnë në një nisëm humane. Ideuar nga drejtori i pasurisë publike Elson Zeka, kjo nisëm synon mbledhjen e tapave të shisheve plastike, të cilat do të konvertohen në një ndihmë konkrete për njerëzit në nevojë, si blerja e protezave apo karrigeve me rrota. Kjo është një tjetër shembull pozitiv i qasjes së re që ka ndërmarrë Bashkia Lushnjë në këto 2 vitet e fundit, ku drejtues të rinj po sjellin ide kreative dhe në funksion të qytetarit, të mbështetur fuqimisht nga kryebashkiakja Riselda Sefa. Këto iniciativa të vogla, me ndikim të madh, po tregojnë se qyteti po ecën drejt një modeli më human dhe qytetërues. Kjo nisëm nuk është vetëm një akt simbolik, por një thirrje për ndërgjegjësim dhe solidaritet qytetar. Çdo tapë e hedhur aty është një hap drejt një shoqërie më të përfshirë dhe më të kujdesshme. Bashkia Lushnjë po dëshmon se ndryshimi vjen nga veprimet e vogla me zemër të madhe. Qyteti po bëhet gjithnjë e më shumë një hapësirë që frymëzon, edukon dhe përfshin çdo shtresë të shoqërisë.